الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemi në tubime ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Jemi në tubime të diturisë, ku mësohet rreth jetës së njeriu më të zgjedhur si përfaqen e tokës, ku mësohet për jetën e pejgamberit alayhi salam. Jemi në vitin e pikëllimit. Jemi në vitin e 10 të pejgamberllëkut të pejgamberit alayhi salam, ku shujt edhe viti i pikëllimit, për çfarë arsye? Për shkak se i ka ndek pejgamberit alayhi salam dy njerëzit më të afërm tina. I ka ndek këtë vit Ebu Talibi, xhaxhai i tina, dhe ka ndek edhe gruaja e tina, Hatija radhiyallahu anha. Sëmurja apo sëmundja e ka shtrëngu Ebu Talibin, vdekja i është afruar atina, dhe ai ka ndëru jetë në muajin e Rajab në vitin e 10 të pejgamberllëkut. Apo 6 muaj pasi që ka ndalë prej izolimit. Ne kemi folur se si musliman pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tina se si kanë qenë të izoluar. I kanë shtimë në një rreth ku me muslimant as kanë bërë tregti, as kanë bëj, as kanë shit. I kanë izolu prej të gjitha gjanave. Kur ka ardhur dikush me shit diçka, kanë vrapu me blej pari, që kur kanë shku muslimanët me blej, e kanë rrit shumë çmimin, s'ka pas shanse muslimanët me blej. Saqë arritën në gjendje shumë të rëndë ku s'kishin edhe me hamur dhe me pije. Në Sahihun e Muslimit, në Sahihun e Buhariut transmetohet nga Musayyibi, thuhet se pejgamberi alayhis salam kur ka qenë Ebu Talibi para se me vdek, në shtratin e vdekjes, ka hyrë tek ai, dhe pejgamberi alayhis salam i është drejtuar xhaxhait të tina duke i thënë: thuj la ilaha illa Allah, thuj se nuk ka zot tjetër përveç se Allahut. Ndërsa të pranishme që ishin atë, sigur Ebu Jehli dhe Abdullah ibn Ebu Umayya, këto i thoshin Ebu Talibit: a ki me ndru fejn e babalarve të gjyshërve to? A ki me ndru fejn e Abdul Mutalibve? Edhe në fund fjalët e tina të fundit të Ebu Talibit ishin në fejn e Abdul Mutalibve, vdish në shirk. E dinte të vërtetën, mirë po nuk e pranoi të vërtetën. Vdish duke i bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. E kur arritin këtë gjendje pejgamberi alayhis salam tha: do të kërkoj falje për ty, tha, gjithherë, përveç ta nëse më ndalohet. Atëherë zbriti ajeti kuranor ku Allahu subhanahu wa taala shpalli nuk është për pejgamberin e as për besimtarët që të kërkojnë falje për idhujtarët, madje qofshin edhe të afërm të tyre, pasi që t'ju bëhet e qartë se ato janë prej banorëve të xhenemit. Pra me këtë ajet është përmbyll, e ka ndalu Allahu subhanahu wa taala mu lut për idhujtarët pasi që kanë vdekur në shirk. Ndërsa nëse janë gjallë, lejohet mu lut për idhujtarët që Allahu ju udhëzu. Ja u mësu Allahu që me kuptu të vërtetën. Këtu nxjerrën dy dobi. E parë është shoqërimi me të mirët. Shoqërimi me njerëz që e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala, shoqërimi me musliman. Çfarë ka i banon shoqënia e Ebu Talibit? Në prag të vdekjes, Muhamedi alayhis salam i thoshte: thuj la ilaha illa Allah, dhe i thoshin: çish ki me lanë ti fejnë e baballarëve? Domethënë, çka do pejgamberi alayhis salam se njeriu është në fejnë e shokit, çashtu që ti shokin, çashtu edhe vet. Çashtu që ti të afërmin, je edhe vet.
Prandaj kujdese kanë e shoqëron, kujdese me kanë dhënë. Se mos më apo dhe shërin. Mos më apo dhe shërin. Sa ai këshillon për keq, ai çon kusht më e keqja. Prandaj gjithë shoqërinë se mos me përfundu si Ebu Talibin zgjat të xhenemit, por gjithmonë. Se dihet se ai cili vdes pa iman dhe pa besim, ai shkon zgjat të xhenemit për gjithmonë. Kështu ka thënë Allahu subhanahu wa taala Kur'an. Kështu na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Dhe e dyta është për kujtimi të vdekurve, ja përkujtu me thonë la ilaha illallah, ja përkujtu shahadetin para se me dek. A të po që është në shtratë të vdekjes, a të po që është duke dhënë shpirt. A i duke po që është sëmundje të rëndë, përkujtoja me thonë la ilaha illallah, përkujtoja me thonë shahadetin, se pendimi pranohet, kemi cek deri nga garën e fundit, kështu ne kam mësuar pejgamberi alayhis salam deri në frymën e fundit pranohet pendimi. Këshilloj ata i cili është në sëmundje të rëndë dhe para vdekjes. Këshilloja që mu pendu te Allahu subhanahu wa taala, këshilloja që më thonë fjala tina fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kjo është mësim që na duhet të nxjerr prej kësaj ngjarje dhe prej këtyre ngjarjeve që i tregojnë rreth jetës së pejgamberit alayhis salam. Në hadithin sahih transmetohet nga Abbas ibn Abdul Muttalibi, i cili i ka thënë pejgamberit alayhis salam, ti nuk mundet ta shpëtosh xhaxhan tënd kurse ai ty të ka mbrojt. Dhe për shkak të ja u qortu, dhe kështu ka në të vërtetë. Ebu Talibi dhe pse nuk e pranoi fenë Islam e fenë e Muhamedit alayhis salam, ai ka qenë mbrojtjen e pejgamberit alayhis salam, ka mbrojt pejgamberin alayhis salam, ka hangur çame dhe ka hangur fyerje vetëm për shkak të nipit të tij nga pejgamberi alayhis salam. Atë pejgamberi alayhis salam ju përgjigj, tha ai është në cektinën e xhenemit, e sigurt mos isha on, ai do të ishte në fund të xhenemit. Për kadek Ebu Talibi se jo besimtar. Mirë po do t'i lehtësohet atina dënimin gjatë, do t'jetë në xhenem patjetër, mirë po do t'i lehtësohet dënimi për shkak të mbrojtjes që ja ka bën pejgamberi alayhis salam. Dihet se edhe xheneti është shkallë, edhe xhenemi është shkallë. Ka që janë jo besimtar, janë pa iman dhe pa besim, mirë po nuk i bojnë zullum për kujnë, ato hinë xhenem. Mirë po nuk dënohen sikur sa ato që ka qenë pa iman, po edhe kanë bërë zullum edhe kanë bërë të këqija. Pra sikur se xhenemi, shkallët e xhenemit nuk janë të njëjta, janë shkallë, ashtu edhe të xhenetit. Gjithashtu edhe muslimanët që do të hyjnë në xhenet, nuk do të jenë të gjithë në të njëjtën shkallë, do të jenë në shkallë të ndryshme. Se dihet se dikush është musliman, mirë po dikush është më pak i devotshëm, dikush është më shumë i devotshëm, dikush e ka frikë Allahut më shumë, dikush më pak. Pra nuk janë të njëjtë. Pas kësajna, pas vdekjes së Ebu Talibit, 2 muaj e 3 ditë pas vdekjes së Ebu Talibit, ndroi jetë edhe nana e besimtarëve, e çmuara dhe e nderuara Hatija radhiyallahu anha. Kjo ka ndodhur në Ramazan, në vitin e 10 të pejgamberllokut. Ka vdekur në moshën 65 vjeçare, ndërsa pejgamberi alayhis salam i kishte 50 vjet. Pra Hatija radhiyallahu anha, gruaja e parë e pejgamberit alayhis salam, kishte qenë 15 vjetë më e madhe se burri i sajna, se i dërguari i Allahut. E cekëm se pejgamberi alayhis salam është martuar në moshën 25 vjeçare. Dhe ka marrë një grua që është 15 vjetë më e vjetër. Ndërsa akoma ka prej jo besimtarëve, prej atyre që e sulmojnë Islamin dhe muslimanët, prej atyre që e sulmojnë pejgamberin alayhis salam, se pejgamberi alayhis salam ka qenë e psharak. Çfarë e psharak ai? Është ai i cili e merr një grua, martohet me një grua e cila është 15 vjet më e vjetër. Plus Hatija radhiyallahu anha kemi thënë se ka qenë 2 herë martuar para se është martuar me pejgamberin alayhis salam. A vepron një njeri e psharak kështu? Vetëm grua e cila nuk ka qenë martuar më herët, që ka pas pejgamberi alayhis salam, ka qenë Aisha radhiyallahu anha, e cila ka qenë e para e cila ka hidhandur me pejgamberin alayhis salam, s'ka pas burr më herët, ndërsa këtë gra tjera i ka marrë dhe jush ka pejgamberi alayhis salam, kanë qenë të martuara më herët. Çfarë e psharakun mund të jetë kë? Pejgamberi alayhis salam i ka dhënë rëndësi fejës Allahut subhanahu wa taala. I ka dhënë përparësi morali dhe i ka dhënë rëndësi fejës. Çka thon pejgamberi alayhis salam? Se femra apo vajza martohet për 4 gjana, martohet për bukurinë e sajna,
për pasurinë e saj, na martohet për prejardhjen familjare dhe ka cek në fund, martohet për fejnë e saj, e zgjedhe ata i cila shtetare, ka thonë pejgamberi alayhi salam. Pra i ka dhënë përparësi fejs dhe moralit pejgamberi alayhi salam. Hatija radiallahu anha i ka ofru butësi dhe mirëkuptim pejgamberit alayhi salam. Në çastet e dëshpërimit dhe pikëllimit, bashkë me pejgamberin alayhi salam e ka bardh përgjegjësinë e davetit në supet e veta. Ajo i ka dhënë kurajo dhe motiv pejgamberit alayhi salam në momentet më të vështira të tina, në momentet e pranimit të shpalljes. Kur erdhi shpallja pejgamberit alayhi salam, ku shkoi s'parë? Shkoi te gruaja vet, te Hatija radiallahu anha, se aty gjente qetësi. Aty gjente rahati pejgamberi alayhi salam. Ka ardhur hadith ku thot pejgamberi alayhi salam, ajo më ka besuar se jam pejgamber kur askush tjetër nuk më ka besu. Dhe kur të gjithë më kanë thonë se jam mrenacak, ajo më ka besu mua. Kur jam kon mas zorti, thot më kanë ndihmu gruaja ime, Hatija radiallahu anha. I kanë ndihmu dhe me pasuri. E kemi thënë se Hatija radiallahu anha ka qenë tregtare e njohur Mekase. Edhe e ka ndihmu me pasurinë e saj na burrin e vet, të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse nuk ka obligim. Dihet se gruaja edhe nëse është e pasur, ka pasuni, burri ka obligim me shpenzu për gruan dhe jo gruaja për burrin. E nëse gruaja e bën, këtë e bën prej vullnetit të saj të lirë. E bën prej shpirtit të saj të pastërt, se do me bo mirë, por jo pse e ka obligim. Në hadith sahih, Ebu Hurajra thot, se i ka ardhur Gjibrili pejgamberit alayhi salam dhe i ka thonë, oj dërguar i Allahut, jo thot arriti Hatija. Ajo është duke e mbarë një enë me fyç, ose me ushqim ose me pije. E nëse ajo vjen të të thot përcjellja selamin nga Zoti i sajna dhe përgëzoje me shpinë xhenet. Ku nuk ka brit, as nuk ka shamat, as punë as lodhje. Allahu me të më fali fëmijë tjera t'jo. Pe përgëzon Allahu subhanu wa ta'ala Hatija radiallahu anha me shpinë xhenet, pra përgëzon me xhenet prej në dunja. Kjo ka qenë besimtarja e parë, muslimonja e parë, që ka pranuar islamin, që ka pranu fejnë që është shpall pejgamberit alayhi salam. E këto dy ngjarje të dhimbshme dhe të randa për pejgamberin alayhi salam ndodhen për një kohë shumë të shkurtë. Për një vit ndodhi këto sprova pejgamberit alayhi salam, çfarë i vdiq xhaxhai tina, i cili e ndihmonte pejgamberin alayhi salam me çka mundte. I vdiq. Pastaj i vdiq edhe gruaja Hatija radiallahu anha që e ndihmonte pejgamberin alayhi salam me mundësi që i kishte. Dhe vdesin të dytë pejgamberit alayhi salam dhe ishte rand për ata. Pi pas dy vdekje për me njëherë, është sprov. Dhe është situatë e rand për pejgamberin alayhi salam. Një ditë, duke qenë i mërzitur, shkon në Taif pejgamberi alayhi salam me qëllim që në këtë qytet me përhap islamin, me përhap të vërtetën, dhe me qëllim që ndoshta populli kishte ndihmu në këtë sen që me përhap të vërtetën. Mirë po mirërisht, as atje nuk gjeti vend dhe nuk gjeti ndihmës që do ta ndihmonte në davet dhe në përhapjen e fesë Allahut. Madje ata e sulmuan dhe persekutuan pejgamberin alayhi salam. Pejgamberi alayhi salam këto vujtje që i kalonte, këto vujtje dhe këto brenga që kishte pejgamberi alayhi salam, njëti kishte edhe shokët e tina, edhe sahabët. Edhe nuk ishte vetëm pejgamberi alayhi salam i persekutuar dhe i dhunuar. Një ashtu ishin dhe shokët e tina. Kishin dhunime të ndryshme, kishin goditje të ndryshme, kishin brenga të ndryshme, se këto ishin qendër të vëmendjes. Këto tash u dallonin prej tjerëve, u dallonin si musliman, u dallonin me tauhid, me njohurinë e Allahut, ndërsa krejt tjerët ishin idhujtar, ishin pagan që adhuronin idhuj dhe që adhuronin puta. Thot Ibn Ishaku, kur vdiq Ebu Talibi, Kurajshitët e mundonin pejgamberin alayhi salam dhe i bënin të këqija që nuk u zonin ja bom, nuk kanë guxuar ja bom më herët. Për shkak të Ebu Talibit.
Madje thotë edhe një farë rrugati rrugëve i hidh te pluhur pejgamberit alayhis salam kokë. E pluroste edhe ban të llom pejgamberit alayhis salam prej plonit. E shkon pejgamberi alayhis salam në shtëpinë e vet me flokë të pluhurosura, i mbushur me pluhën. Dhe njëra prej vajzave të tina ja lan kokën duke qajt. Ja lan babës vetë kokën duke qajt dhe duke u brengos dhe duke u pikollu. Se çka i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam. E pejgamberi alayhis salam thotë mos shoj oj bija ime, se Allahu është duke mbrojt babain tënd. E kur e shitët nuk i bënin kësaj gjëra pejgamberit alayhis salam derisa ishte Abu Talibi gjallë. Pasi që vdiq Abu Talibi, ju shtuan këqijat, dhunimet dhe goditjet pejgamberit alayhis salam. Në muajin Shawal, në këtë vit, në vitin e 10 të pejgamberllokut, pejgamberi alayhis salam martohet me Sejbdën, bijën e Zumatit, e cila çmoti e kishte pranuar Islamin. Ajo ka qenë martuar me Sukran ibn Amirin, i cili pas pranimit të Islamit së bashku me gruan e vet dhe me muhaxhirët shpërngulën në Abisini në hijretin e dytë. E Sukrani vdes atje kurse Sejbda kthehet në Mekë. E kjo ka qenë gruaja e parë e pejgamberit alayhis salam pas martesës me Hatixhen. Pasi që Hatixhen e ka pas grua të parë, ndërsa gruaja e dytë e ka pas Sejbdën, e cila gjithashtu ka qenë bejushk, ka qenë e martuar me herë dhe i ka dek burri. Pastaj ka marrë pejgamberi alayhis salam dhe e ka martu. Çka është kjo? Çka është ajo që ka qenë aq e fuqishme dhe aq e fortë? Që pejgamberi alayhis salam dhe muslimanët mi duru edhe me pasabër në këto tortura të ndryshme që i ka ndodhur. E para ka qenë imani. Se imani është që shtin besimtarin me duru imanin në Allah, besimin në Allah subhanahu wa taala. Ai dina kushtet e imanit. Kushti i parë i imanit është besimi në Allahun, besimi në librat e tij, në melekët e tij, në të dërguarit e tij, besimi në ditën e fundit, edhe besimi në caktimin e Allahut, se mira dhe keqja vijnë me caktimin e Allahut. Muslimani, imalia i cili është me besim dhe është me iman, ai bën sabër për hir Allahut. Dhe kjo është prej shkaqeve më të mëdha që njerëzit më kanë të qëndrueshëm fe. Kjo është prej shkaqeve më të mëdha që pejgamberi alayhis salam dhe sahabët më kanë të dërueshëm. Para mendon nëse sahabët nuk ishin qenë të dërueshëm, atëherë s'kish marrë feja të na. Sa ato kanë bë sabër, ato kanë bë dërim, se prej atje ka ardhur feja. Feja ka ardhur prej Mekës dhe prej Medinës. Feja s'ka ardhur as prej Amerikës, as prej Australisë, as prej Kinës. Feja ka ardhur prej gadishullit arabik. Ata Allahu subhanahu wa taala e ka bë çabën që më kon kible për neve dhe na kthehemi ka çabja, kthehemi ka Mekja. Sahabët që bënin dërim dhe bënin sabër, e kujtonin imanin Allahu subhanahu wa taala, besimin Allahu subhanahu wa taala, i kujtonin ajetet kuranore që Allahu i kishte zbrit, që i përgëzonte muslimanët, që i mësonte se çish me bë sabër dhe çish me bë dërim. Pro besimin Allahu një dhe të vetmin, njohja e sinqertë Allahu subhanahu wa taala, apo imani pa luhatshëm, është ajo që i ka bë këto më konë të qëndrueshëm. Pra asgjë nuk janë vujtjet apo brengat që i kanë pas pejgamberi alayhis salam dhe sahabët krahas imanit dhe besimit. Asgjë nuk janë, se imani është sa një më i shtrenjtë që na e kena. S'ka sa më shtrenjtë që na e kena në dunjë se sa imani, se sa besimi. Nëse s'ki iman, nëse s'ki besim, atëherë je kur gjohiqi. Allahu ka thënë për jo besimtarë se janë sikur se kafshët. Madje edhe më poshtë se kafshët. Pra imani është ai i cili të bën njeri. Imani është ai i cili të bën insan çashtu që dohet. E nëse s'ki iman, atëherë mund shku po sikur se kafshët. Bile, gjendje më tull se kafshët, se imani, besimi, çtin tyje, përveç se me bë sabër, me bë durim, sprova, ngalje, vështirësi, imani çtin tyje, me pas frikë Allahun subhanahu wa taala, imani çtin ty që ti mi krij obligimet. Imani është ai i cili të brengos ti kur ta bash ti në mëkat, edhe ndjen keqardhje. Kush ndjen keqardhje? Imania, ai i cili është me iman dhe është me besim.
Pra kur ta kish imanin i kiket. Kurse ki imanin, krejt sejnë tjera mi pas, është e kotë, nuk kanë kuni farvlere. Allah thot në Kur'an, kështu thot Allahu ilustron dallimin e së vërtetës dhe të pavërtetës. Thot mbeturinat hidhen, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve mbetet në tokë. Allahu me sprova neve na pastron. Hidhen mbeturinat, hidhen të këqijat, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve mbetet në tokë. Imani mbetet në tokë. Sabri, durimi mbetet në tokë. Veprat e mira mbeten në tokë. Ndërsa përmes durimit na i hedhmi mbeturinat, i hedhmi mëkatet. Nga ky shkak thelbësor rezulton tjetri i cili vetëm se i kontribon akoma më shumë durimit, përforcimit të durimit. E kjo është udhëheqja. Udhëheqja të cilën njerëzit e pranojnë me zemër. Vërteton atë se pejgamberi alayhis salam ka qenë udhëheqësi suprem i bashkësisë muslimane, jo vetëm i këtij populli, por ka qenë pejgamberi alayhis salam udhëheqës i njerëzimit. Ai kishte moral dhe kishte virtyte shumë të larta. A ka pas më të sjellshëm dhe më të moralshëm se pejgamberi alayhis salam. Shtot Allahu, po ti o Muhammed, kina ngrit në një gradë të lartë morale, në një shkallë të lartë të moralit kemi ngrit tyje. Pejgamberi alayhis salam ishte Kur'ani i gjallë, i cili heston sipërfaqen e tokës. Çdo sen që Allahu e urdhëronte, pejgamberi alayhis salam ishte i pari i cili e praktikonte atë. Ebu Gjehli dinte të thonte o Muhammed, ne nuk themi se ti e ranacak. Mirë po ajo që je duke interpretu ti, ajo të cilën je duke thoti është gënjeshtër, është e pavërtet. I thonë na dinë se ti i besueshëm, mirë po ajo që je duke thënë është e pavërtet. Atëherë Allahu e shpalli ajetin kuranor. Ata vërtet nuk të fajsojnë ty se je ranacak. I thënë Allahu i ka shpall pejgamberit alayhis salam. Por jo besimtarët e mohojnë fjalën e Allahut. Ato e dinë se ti je i besueshëm, çashtu i kanë thënë pejgamberit alayhis salam i besueshëm elamin. E kanë ditë se pejgamberi alayhis salam është i besueshëm, mirë por nuk e kanë pranuar dhe e kanë mohu fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe kanë mohu fein e Allahut subhanahu wa taala. Një ditë Abu Bakri ka qenë i sulmuar në Mekë nga Utba ibn Abi Rabia, i cili kishte sulmuar shumë kaç Abu Bakrin, e ka rrahur shumë duke e goditur me nallone, duke shkelur thyr, i ka hyrë për mi bark. Edhe nga goditjet e shumta nuk ishte njoftën thyr Abu Bakri radiallahu anhu. Qa shumë që e kishte rrej ky dhejtar i Mekës. E kanë këshirë në thyr Abu Bakri, nuk e ka njoftë se kush është. Qa shumë që ka qenë i dëmtuar. I ka rat fekt. E kanë dërgu të shpia. Kur i ka ardhur dhe dija se kishte gërin e vetë, thë ke shka u bo me pejgamberin alayhis salam. Shka u bo me pejgamberin, para mno. Nuk e kishin gërin e vetë, kishin dashurit madhe për pejgamberin alayhis salam, sa që e haranin edhe vetë drejtën. Kjo dashuria e madhe që kanë pas sahabët për pejgamberin alayhis salam. Prandaj Allahu i ka ngrit sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam në grada të larta. Ku disa prej sahabëve dhe i ka përgëzuar me xhenet prej dunja. Tjetra që na shtin neve, po dhe që i ka inkuraju sahabët e pejgamberit alayhis salam me qëndru krahas këtyre provave dhe dertave dhe goditjeve dhe dhunimeve, është ndjenja e përgjegjësisë. Se pejgamberi alayhis salam dhe sahabët e kishin marrë një përgjegjësi shumë të madhe. A ka përgjegjësi më të madhe se me marrë Kur'anin, me përhap fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kur'ani ka vlerë shumë të madhe, është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Kur'ani është libri i vetëm të cilin Allahu ka garantuar se s'ka kush e ndryshon. Është i pandryshueshëm, që 1400 vjet të çaj Kur'an, çato ajete dhe çato sure, s'ka ndryshuar qoftë edhe një shkronjë vetme, ndërsa dihet se për librat e tjerë janë falsifikuar dhe janë ndryshuar, ka hyrë te dora e njerëzve, ku çka kanë dhënë kanë shti, çka kanë dhënë kanë heq. Ndërsa Kur'anin Allahu subhanahu wa taala ka garantuar se do ta ruan. E ka rujt edhe do ta ruan deri në ditën e Kiametit. Shokët e pejgamberit alayhis salam në të rësi kanë ditë se çfarë përgjegjësie të madhe dhe serioze janë duke e bartë.
këtë përgjithësi nuk e kanë harruar në asnjë moment. E pasoja që rezultojnë nga frika dhe ikja prej përgjithësisë, kishin me sjell shumë dëme të mëdha. Nëse kishin me gabu diçka shokët e pejgamberit alayhis salam, pasojat ishin shumë të mëdha, se feja kish më përhap gabimisht. Mirë po Allahu subhanahu wa taala ka garantuar se do të harrojnë fenë. Dhe sahabët, shokët e pejgamberit ishin të përpikt në këtë sen, ishin të përpikt në këtë punë. Çdo ajet që zbritte pejgamberit alayhis salam, pejgamberi alayhis salam u kumtonte sahabëve, shokëve tina. Sahabët përveç se e memorizonin ajetet apo surat e Kuranit në mendje, i shkruanin në mjetet asoj kohe, i kanë shujt në gur, i kanë shujt në ndru, në fletat hurmave, në mjetet asoj kohe, në satet asoj kohe, i kanë shujt ajetet e Kuranit. Dirsa vjen koha e Ebu Bekrit radiallahu anhu, pasi që vdes pejgamberi alayhis salam e të bën Kuranin në një vend. Ebu Bekri radiallahu anhu e të bën Kuranin në një vend, e të bën në mushaf. E prej asaj kohë deri tash është Kurani që e ka të bu Ebu Bekri radiallahu anhu. Ka qenë të bimi parë. Deri në ditën e sotshme. Fillon me surën Fatiha dhe mbaron me surën Nas. Tjetra është besimi në botën e ardhshme. Na kur ta mendojna se kina botë të ardhshme, e kina ahiretin, këtë sendat çka i përjetojnë në dunja, këtë vujtjet, këtë sprovat, i harojna. Se dina se në botën tjetër, kina mu shpërbly. Në botën tjetër, na pret shpërblimi Allahut, në botën tjetër na pret xheneti. A ka motiv më të madh se kjo? A ka motiv më të madh? Se ti kur ta besosh në botën tjetër, ti bëhesh më i mirë, ti bëhesh më i devotshëm. Ti kryen obligimet, ti largohesh prej mëkateve. E kjo bindje edhe më tepër ka ndikuar në ndjenjat e përgjithësisë dhe gjithnjë më tepër i forconte shokët e pejgamberit alayhis salam. Tjetra është Kurani. Nuk është rastësi që Allahu subhanahu wa taala Kuranin nuk e ka zbrit për më një herë. Po e ka zbrit në pjesë. E ka zbrit ajete, sure për 23 vite. Për çdo ajet ka shkak të zbritjes. Ka shkak pse ka zbrit ky ajet, ku ka zbrit, në çfarë vendi ka zbrit, në çfarë situate ka zbrit. Kur kishin brenga muslimanët, kur kishin tortura, Allahu subhanahu wa taala shpall ajete, sikur se e ka shpall ajetin kuranor. A mendoni ju se do të hyni në xhenet pa i përjetuar këtë vujtje? Ashtu siç i kanë përjetuar ata të cilët ishin më parë. Ata i patgoditur mjerimi dhe sëmurjat, dhe atë shumë që i tronditur, sa që pejgamberi dhe ata që ishin me të thirrën, kur kam arrit ndihmë Allahut. E që ndihmë Allahut është shumë afër. Ndihmë Allahut është shumë afër. Para mendo, pale sa probleme me pas, ti se ndihmë Allahut është afër. Pas vështirësisë vjen lehtësimi, Allahu ta ka çuar sprovë, Allahu ta heq sprovën. Allahu ta çu sprovën, Allahu ta heq, ajo është i gjithfuqishme, ajo është i plotfuqishme. Gjithashtu Allahu e shpalli ajetin kuranor ku Allahu thot: Alif Lam Mim, thot a mendoni thoni se keni besuar të mos provoheni. Thot kurse ne i kemi sprovuar edhe ata të cilët kanë qenë para tyre, por me siguri se Allahu do t'i dallojë ata të cilët e thonë të vërtetën dhe do t'i veçojë ata të cilët gënjejnë. Kam i veçuar Allahu të sinqertët edhe renacakët. Kam i veçuar Allahu subhanahu wa taala ata të cilët e thonë të vërtetën dhe ata të cilët gënjejnë. Pra Allahu vazhdimisht ka shpall dhe ka zbrit sure që mi përgozu besimtarët, që mi inkuraju besimtarët, edhe që mi motivu besimtarët që me bë sabër dhe me bë durim. Se sabri është i bukur. Sabri është i bukur. Ajo që ka shku, më nuk kthehet. Mirë, jotja është me bë sabër dhe me bë durim. Kjo është historia, apo një pjesë e historisë së pejgamberit alayhis salam, që i ka ndodhur në vitin e 10 të pejgamberllokut, apo si quhet, viti i pikëllimit, për shkak të sprovave që i ka pas pejgamberi alayhis salam. Lutsmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Lut Allahu na madhruar që Allahu na dhon sinqeritet në nxënien e ditërisë. Lut Allahu na madhruar që Allahu na dhon sinqeritet në davet.
Lusë Allahu në madhruar që më na falë me falën e tij të madhe, më na mëshiru me mëshirën e tij të madhe, dhe lusë Allahu më na të bun xhenet ashtu siç na ka të bun këtë vend. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.